Qarkullonte me armëzjarri pistolet në Shkodër, kapet në flagrancë dhe vjet në pranga 44 vjeçari i dyshuar. Operacioni u kudua skuer, sheshi dhe i arrestuari është Isak Mema, banues në Tiranë. Arma e sekuestruar dhe fishekët janë dërguar për ekspertim në Institutin e Policisë Shkencore për të vlerësuar nëse është përdorur në krime të tjera. Aksioni erdhi pas informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore për 44 vjeçarin Mema dhe ndërhyrja u bë nga shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër. Si rezultat i këtij operacioni u arrestua në flagrancë shtetasi Isak Mema, 44 vjeç, banues në Laknas, për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, njoftoi policia vendore. Më tej informohet dinamika e aksionit, ku në sheshin Isa Boletini, shërbimet e policisë kanë lokalizuar automjetin në të cilin qarkullonte Mema. Gjatë kontrollit fizik, atij është gjetur një armëzjarri pistolet me një krahër me 14 fisheke, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, sqarohet më tej. Materialet përdosjen dhe hetimet i kaluan prokurisë vendore.